Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, si ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, për të nisur këtë ditë të sotme me komentimet, me ngjarjet më të fundit, me analizat rreth asaj se çfarë në fakt po ndodh në shtëpinë e fermës VIP. Jam këtu me ju duhet të bëni të gjithë subscribe në kanalin ton për të kuptuar ngjarjet më të fundit, për të analizuar bashkarisht dhe për të ndjekur emisionet a më dëgjon të ftuar të veçantë dhe shumë special që unë sjell në këtë kanal. Fillimisht do të nisim të flasim një herë për fermën, e ceka dhe më herët, do flasim për fenomenin mimoza, do flasim për Zhakun, për Ilirin, për Sarën, për banorët në tërësi, për lojën në përgjithësi dhe çfarë po ndodh në këtë fermë. Zhaku, si një nga banorët më të komentuara, si një nga vajzat më të përfolura që hyri në mbështetje të mimozës, që hyri me atë qëllimin që t'i qëndron mimozës pranë, t'i dhuron mimozës suportin, ta bën lojën e mimozës edhe më të bukur, fatkeqësisht apo fatmirësisht nuk rezultoi e tillë. Zhaku pati një lloj konflikti me mimozën që u komentua dhe stërkomentua. Më pas, edhe duke nxjerr atë inatin e saj për brënda, që do të thënë duket që nuk e do, duket që ka një inat, një hatërmbetje që nga jashtë, Zhaku me ofendime drejt mimozës duke e nxjerr mimozën edhe nga vetja. Por, në fakt është shumë e vështirë që ta mposhtësh këtë shkëmb. Unë e quaj shkëmb shkaku sepse mimoza është një personazh e cila ka krijuar më atë rrethin e saj të gjerë dhe publiku e vlerëson për atë që është. Domethënë publiku tek mimoza e duart roket arritjen e mimozës shkencore, studimet e saj, titujt e marrur, ato i duart roket. Por publiku si publik, për mendimin tim gjithmonë, mimozën e do si personazh, mimozën e do si njeri, do të thënë me të mirat dhe të këqijat e saj, me pozitivitetin, me negativitetin që ajo dhuron. Do të thënë mimoza dhuron një spektakël të jashtëzakonshëm. Dhe kjo është pika ku publiku e mbështeti dhe ku publiku e vlerësoi fenomenin mimoza. I dha atë dashurinë e parë, i dha atë duartrokitjen dhe i dha atë mbështetjen që në fakt mimoza nuk e besonte që do ta kishte marrë nga publiku shqiptar. Sot mimoza është një nga femrat më të komentuara, është shndruar në fenomen dhe ka zëra që përfliten që mimozës do t'i bëhet padrejtësia sepse domethënë e shohim në krah të Arbanës, kështu duket, Ilirin, e shohim Sarën, e shohim Blerinën, po përdoret i çik Zhaku nga ana e produksionit, etj. etj. Tani, unë mendoj dhe jam shumë i bindur që Arbana dhe Eduarti, si regjizor Eduarti dhe Arbana si moderatore, nuk mund të flasin dhe të merren vetëm me mozën, se atëherë lëndojnë fermerët e tjerë. Sjellja e tyre duhet të jetë e njëjtë me të gjithë, pa marrë parasysh se sa ai është kontribues apo ajo në fermë, se sa spektakël bën, se sa i rëndësishëm është për fermën, sjelljet duhet të jenë të njëjta. Dhe për këtë gjë, domethënë ne e shohim si një lloj mbështetje më të madhe kundër drejt tyre dhe një lloj lufte kundër drejt mimozës për ta nxjerrë keq. Unë i bindur jam që fituesja e këtij spektaklit është mimoza, nuk ma heq në asnjë mënyrë mendimin, sepse vetëm nesër të hapet një televotim, ku do me thënë moza do t'jetë në një përballje shumë të ashpër, të sajën dhe shumë të fortë, unë jam i bindur që mimoza e fiton, sepse të gjithë shqiptarët do të ngriten në këmbë për të votuar fenomenin mimoza, do me thënë për t'ia dhënë atë medalje që ja meriton, do me thënë për të marrë Cezari atë që meriton. Dhe në këtë rast unë e shoh mimozën të fuqishme. Por tani dinamika duhet bërë, tani strategjit duhet bërë. Aty të gjithë fermerët e provojnë strategjinë e tyre, të gjithë kanë hyrë me një strategji për t'ia dalë në fund, por varet se kush është ai dhe në çfarë formë e fiton zemrën
dhe fiton vëmendjen e publikut. Do të thënë, ka shumë rëndësi mënyra se si ai e ka përzgjedhur që ta fitoj zemrën e publikut shqiptar. Dhe në këtë rast, unë mendoj që Moza është shumë e sinqert, është shumë e vërtet, është shumë e drejt për drejt, për të arritur të merr atë që në fakt ajo e kërkon, edhe atë që në fakt ajo e don. Unë Eduard Rokas qëllimin e Mimozës, sepse Mimoza në këtë fermë arriti që të zbuloj shumë dimensione të saj, që ndoshta ajo i ka ditur, por nga urrejtja që ne kemi në përditshmërinë tonë, nga negativitetet që ne marrim në përditshmërinë tonë, ndonjëherë na çon edhe të mendojmë që, më fal, a jemi ne kështu jashtë apo nuk jemi fare? Si qëndron e vërteta e jon jashtë? Dhe për këtë gjë mendoj që ferma VIP i dha Mimozës një mundësi që Mimoza të nxjerrë më të mirën nga vetja dhe t'i bindet vetes së saj që unë vërtet i pas kam këto vlera, unë vërtet i pas kam këto shkathtësi, por nuk kam arritur në asnjë mënyrë që ti tregoj tek publiku, sepse gjërat në jetë më kanë ardhur të tilla nga që kam qenë e rrethuar nga negativiteti. Do me thënë, mua më pëlqen Mimoza dhe uroj me zemër, sinqerisht uroj me zemër, që Mimoza të triumfoj. Por tani, Zhaku, a do tentoj ta thumboj Mimozën? Me pa tjetër se në fund të ditës, edhe Zhaku pa marrë parasysh se në çfarë kohë ka hyrë brenda në ferm, edhe Zhaku dëshiron që të merr ato që lufton Moza. Në thënë dëshiron që të merr 200.000 euroshin. Tani Zhaku ka një lloj pasqyrë, Mimoza e ka edhe më të vështirë dhe këtu kemi një inteligjencë edhe më të lartë. Do thoni pse? Sepse Mimoza është duke bërë balancin si del ajo jashtë, çfarë duhet bërë aty brenda, si qëndron Moza tek publiku shqiptar, çfarë jep Moza publikut shqiptar, etj etj. Dhe nga ana tjetër, do me thënë kemi Zhakun, e cila ka një pasqyrë të asaj se çfarë në të vërtetë po ndodh jashtë, ka një pikpamje që Mimoza është shumë e dashur, është shumë e suportuar, është shumë e mbështetur dhe pikërisht kjo gjëja, do me thënë, e bën që të jetë edhe më glamour, do me thënë, e bën që të jetë edhe më në formë. Dhe unë mendoj që Moza do të mundohet që t'imposht, sepse Moza ka strategjinë e saj se këtë nxjerr nga ferma. Nuk ka strategjinë se çfarë po ndodh, si po kalojnë, apo se si janë. Dhe mendoj që do mundohet që t'i nxjerrë të gjithë në të gjitha dimensionet për të treguar, edhe një herë e them, vlerat e saj që janë vlera për mendimin tim, vlera të qelluara, vlera me peshë, vlera të një artistit që ne nuk e kemi parë në jetën e fundit, nga që tani më së shumti reklamojnë influencerët, reklamojnë njerëz të cilët nuk është se kanë një peshë realisht mediatike, dhe për këtë gjë unë mendoj që Mimoza ka arritur që të merr mesazhin dhe të jep mesazhin që dëshironte ta jep. A ka urrejtje? Urrejtja do vazhdon të rritet edhe më shumë.